7 dhjetor 2025, jemi në ditën e diellit. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Në përgjithësi, ndikimet e kësaj dite janë pozitive. Komunikimi është vërtet shumë pozitiv. Prandaj edhe të gjitha temat të cilat nuk mundëm që të diskutonim një ditë përpara, jo vetëm që do të arrijmë që të diskutojmë, por do të gjejmë edhe një gjuhë të përbashkët. Këto do të përforcojnë shumë më tepër marrëdhëniet tona, e duke qenë se në këto momente marrëdhëniet familjare janë të sfiduara, nëse përdorim këtë komunikim në avantazhin tonë, kemi mundësi që të shërojmë ato. Gjithsesi, duhet jemi të vëmendshëm, duke qenë se jemi në ndikimin e një këndi negativ midis hënës dhe diellit. Kjo thotë një disbalancim i dukshëm i nevojave që ne kemi dhe ajo çfarë na ofrohet nga ambienti. Në mënyrë që këtë disbalancë ta tejkalojmë, duhet të përdorim përsëri komunikimin, pra të flasim në mënyrë të hapur. Është një ditë vërtet shumë e favorshme edhe për të socializuar na. Kjo do të na ndihmojë për të gjetur trishtinë që kemi ndjej, mbi të gjitha të argëtohemi. Si gjithmonë, duke qenë se është ditë e diellit, mos harrojmë edhe ta programojmë javën në vazhdim. Së mundsi kësaj jave kishim shenja të cilat duhet të jenë vërtet shumë të përgatitura. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.